e tij. And contacting the international community, getting the international community involved as well, if you think that could potentially be helpful. Dhe kontaktimi I komunitetit ndërkombëtar, thotë përfshirja e tij nëse mendon që kjo do të ishte e dobishme, ndihmuese. Përshëndetje. Një me ide Ramadani, student, edhe s'kam pyetje, po kryesisht një koment që e shoh një detaj për perspektivës tamë. Kryesisht jam të fol për diasporën që gjendet në Evropë, që dash me komentu në këtë formë. Ka njëherë kur menoj për vedijen shqiptare, menoj që diaspora përgjithsisht luan një rol jo të mirë, ku njëjtën kohë kishin mujt me bo një punë shumë të mirë, po menoj që luan një rol jo të mirë në aspektin e ngritjes vedijes. Tash, ata që janë në diasporë, domethënë jetojnë në vende të ndryshme dhe takojnë kultura të ndryshme, menoj që kanë kriju disa receptor ku e refuzojnë një kulturë tjetër. Tash, karshi kësaj, shembull I refuzojnë të thonë që na jena shqiptarë dhe muslimani na rritën që të frymë edhe e shohin edhe nuk e marrim. Tash vedia sipas me ngrit, tu pas mendje kritike edhe tu e pa një gjest që bëhet më ndryshe dhe tu analizua është me vena jo. Çka po du me thonë, në aspektin financiar, material, ja shoh joharin shpesh herë, po në këtë aspektin e ngritjes vedijes edhe moral, menoj që e luajnë përgjithsisht një rol jo të mirë, jo të duhur. Edhe menoj që si organizat, nashta dhe sugjerim kish me kon, është mirë me kriju organizime ku kryesisht e kishim prek që të pikë. Dhe me thonë, shembull po e marr për me kuptu ma mirë publiko, shembull e shohin një martesë, një të bardhë me një të zezë, tash po dalë të racizmi pak, ku ata e shohin aty, nashta dhe kanë shok e shoqe, ku të shpuna me qitë në vete, nuk janë gjendje me pranu. Tash në këtë pikë e kupton që edhe në vedia e njerëzve në diasporë, kryesisht për Evropën të folë, se të Amerikës së që këmë taku qaq, janë kornë shumë skeptike dhe kondër qytyrëve detajë. Ngritja e vedijes është kjo. Para kësaj ka dhe sa në tjera, mënyra se qysh e percepton sistemin, ose mënyra se qysh e vlerëson një udhëhec që I kena tash, këta që janë kornë që zdi se sa. Menoj që kanë forcë bagit madhe diaspora me na ngrit vedin ose me na ndryshu vedin, por nuk ndodhë shkysa. Që kjo është bagje brengose, kur vedia jonë nuk shkon të bo progres, po të kondërtën, regres. Pse? Shembull, vinë diaspora dhe kur janë nisë me diskutu, si debate, shetë që janë alama për masë na. Shumë keq. Jem të folë për shumicën. Mos personalizohet kjo koment jame. Po jem të folë kryesisht për shumicën edhe po, do me thonë, që kjo edhe këtë një kosisht sugjerim jam për ndryshe për dohë një mjerë. Okej, unë jam Valon Zoza, unë jam një pjestar I diasporës, po pyetja em për panelistët është, mu këthyt është pak të ajo tema e ndërlidhjes diasporës. Kisha dasht me ditë ma shumë prej panelistëve, a kanë pa hapa konkret cilët kishin mujt me sugjeru institucioneve tona qeverise që me mujtën a kanë pa këta komunitetet diasporës të vendeve tjera, cilat përfitojnë shumë ma shumë prej vendeve amë tyne
domethënë stimulohen në mënyra ndryshme, kanë programe ndryshme qeveritare të cilat i stimulojnë mu kthye. A ka ndonjë, po mendoj shkon shumë interesant me këshyr eksperiencën e Evropës edhe asaj të Amerikës. Faleminderit. Quhem Naim Azizi, jetoj në Frankfurt që 27 vite. Dhe ishte ata kundërshtoj këtë djaloshin nga Gjilani, të replikoj, më falni nëse nuk e flas gjuhën shqipe aq këfjert, po tash edhe jam pak emocionu se më preki shumë keq me këtë termin. Na nuk jemi të pru kulturën evropiane, po përkundrazi jemi të degradu dhe kulturën tonë në Evropë. Po të ishin në perëndim, do të kishin një mendje tjetër. Mirë po, na mundemi me sjell kulturën evropiane në Kosovë. Mirë po, na kundërshtohemi prej gjithë, në nëpunësve në për komuna, ku të shkojsh, ta kërkojsh një drejt, apo një rregull. Me njëherë e merë përgjegjen, ju jeni mësun në perëndim, edhe po mendoni që kështu edhe këtu kryen punë. E përsa i përket asaj çështjes edhe të martesave dhe të kulturave, të lidhjeve të kulturave, me një anë pritet që të ruhet kultura dhe gjuha shqipe, identiteti kombëtar, mirë po anën tjetër kërkoni që të përzihen kulturat. Unë nuk mundem ato gjana mi përzi si kur ju që mendoni. Se janë disa probleme që nuk mundi ju mi pa prej këtu, si kur na atje që i shoh. Se si të arrujmë kulturën shqipe, të arrujmë gjuhën shqipe. Kombëtar, mirë po përkraja nga Kosova është shumë e vogël. Unë ta spjegoj një rast personal. Përmes një shoqati kulturore kemi bën një kërkesë në nëntor të vitit 2016. Përderi sot nga konsulata e Republikës së Kosovës në Frankfurt, nga qeveria e Kosovës, nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Asnjë përgjigje për që 8 muaj një përgjigje, jo apo po. Edhe ai problem nuk është problem imi personal, po është problem që i prek një shumicë të bashkëdhëtarëve, të cilët janë të interesuar të arrujnë gjuhën, të avancojnë gjuhën shqipe, të ndërmjetësojnë kulturën shqiptare në diasporë. Nuk është problemi në diasporë, po është problemi në Kosovë. E ju mundi me pa si do një prej këtuit, mirë po jo edhe në mënyrën reale, që është shtrut pyetjen. Unë që 27 vjetë, po të tregoj, jam të jetu. Sa keni jetu, nuk e di. Mirë po nuk është reale që është cekët ju. Po mu edhe dikuj tjetër me adhon fjallën në qatë mënyrë, ndoshta kanë mendim tjetër. Po, gjithsesi lida. Faleminderit. Kjo pjesë është shumë e rëndësishme se edhe baloni ceki që shumë pineve të rive që nështë ka jetu janë 5-6 vjetë, 10-12, na shohim shumë ndryshe në kuadrimin dhe këtë multikulturalitetin që ofrojnë vendet. Po jo gjithmonë njerëzit që janë më në moshë dhe që kanë shku atje si matri e shohin ato. Kur për ju referomi diasporës, po besoj që shumë e rëndësishme me cekë që na kemi pas valë ndryshme të migrimit për këtij venit. Nëse shkojmë bek në 60-tave, njerëz që kanë dalë për Pjavës, Tuzit, Gusis, sot janë dikun rreth 120.000 shqiptarë në Michigan. Kanë me kish, me xhami, me qendra kulturore, me gjithçka tynën në atë komunitet. Po kur i takon, unë shumë shpesh i them, për një me, ju kukni hala me të kaluën, të pak të në qyshe ta dhe Suzana më herët. Po nëse ishe gjeneratët, dhe me thonë, 70-at, 80-at, si cila vale migrimit i ka disa, do të thëmë, pika referuse dhe qysh ata kanë dojë. Kështu që nëse ishe tash gjenatën fëmit e diasporës, fëmit e Saliut, fëmit
e Selvijes, e njerëzve tjerë, ato janë shumë të integruar në komunitet dhe ata nuk janë rrit me idenë që nana i thotë mos e bërë të dashurin në shtëpi ose s'guxojmë i kallzu nanës në start. E lejo me pas si diskutim. Kështu që tash këto gjenerata të reja kanë filluar me ndru dhe na po besoj që edhe komuniteti jon ka filluar me u inkuadru. Po pra për këtë arsye është shumë e rëndësishme me kuptu që nuk duhet gjithmonë me prit prej diasporës, po dhe ka njerë duhet mi vetë, qysh po integroni në shoqëni, qysh pja dilni, se me dalë për këti venit, edhe me shku mu bo raket, me shpërthy dikun, edhe me më ku shumë i sukseshëm, nuk është në i sfit shumë e letë, qysh edhe shihet ka njerë pe jashtit. Shtë që perspektiva ndrojnë. Po për këthejnë atë pyetja e Valonit, rreth, nëse keni pa një model më të sukseshëm të komuniteteve tjera që jetojnë në vendet ku ju jeni, që ata i kanë zhvillu dhe nëse kish pas plane konkrete. So sort of, if there is any other model that we could sort of follow, and what would it be, are there concrete steps for the government that you could advise? Lej me Suzane, më të kalej? So two models that I've seen very successful is the Jewish community in America. And they've started this, it's called Birthright. If you are Jewish, whether you're from Ukraine or Israel or whatever it is that you're from, you have this opportunity to go to Israel and to see the Holy Land and to build those ties. I think that's something that our community can take those steps. Although I did mention earlier that the Ministry of Diaspora tried that, and unfortunately people weren't willing to send their kids from America. However, he also indicated that it's not a problem in the rest of Europe. So that's step one, is building those ties. So I've also seen too with the Jewish community that they are mandated to serve in the military, and whether you are the son of a prime minister or the daughter of a farmer, you serve alongside one another. And when you are serving alongside one another, without those titles, you go through difficult times. And through those difficult times, you become friends, and that title doesn't matter anymore. So when they then move from Israel or wherever it is that they're from, they have this sense of community that we're gonna support a Jewish person before we support anybody else. We are gonna go buy our jewelry from a Jewish guy instead of the Armenian guy. That they will go out of their way to support an Albanian, a Jewish person. And that's something that needs to be done. I mean, in America, there are restaurants, and there are painters, and there are plumbers, and there are all sorts of Albanian trades that instead of an Albanian going to them, they go out of their way to avoid them. And so it's this creating this community where we want to help each other, where we understand that there is no jealousy because we have opportunity and that we will succeed when we help one another. So there's one example. Do t'i them dy modele cilat I mendoj. Njëri është për modelin e qifotëve në Amerikë, do të kanë një lloj programi që quhet e drejta e lindjes, pa marrë parasysh nëse je Izraelit ose qifot I lindur në Ukrainë ose kudo tjetër, është programi I cili ju mundson të vizitoni tokën e shajt ose Izraelin. Unë përmenda më herët rastin që kam diskutuar me ministrin e drejtësisë, të cilët kanë thënë që kanë provuar këtë, por nuk kanë pasur sukses. Megjithatë kjo nuk ka ndodhur vetëm me Amerika që janë problemi, por jo me pjesën tjetër të Evropës. Një tjetër është shërbimi ushtarak. Do të pa marrë parasysh ai je vajza e një fermeri apo je djali I një politikani, të dy shërbeni krah për krah së bashku dhe kjo krijon atë lloj lidhjen e vështirësisë. Ato që kanë bërë Izraelitët është krijimi një lloj ndjenje të komunitetit, do thotë përkraja për qifotët e tjerë. Ata e përkrajnë njëri tjetrin, do thotë qoftë duke blerë bijuteri, qoftë çfarë do gjë. Do thotë është diçka që edhe ne duhet ta bëjmë. Për shembull, nëse ka shqiptar që janë që punojnë me ujësjas, ose që janë moler, do thotë duhet ta bëjmë këtë. Nuk kemi nevojë të shkojmë te dikush tjetër, megjithatë shqiptarët do thotë e anashkalojnë të vetin dhe shkojnë te dikush tjetër. Është lloj ndjenje e xhelozisë. Kjo do thotë është njëra nga rastet. And that is perpetuated by again this need of not needing to be perfect or have a perfect image and willing to share and be vulnerable with one another. I think that's an important thing to mention. Another community which I am experiencing, I get to see this play out in Michigan, is the Chaldean community. Chaldeans are Catholic Iraqis. They are a minority in Iraq. They are currently being persecuted in their own lands by ISIS.
and there is a very large community in Michigan. There are more Chaldeans in Michigan than there are even in Iraq right now. Because of this ban by Trump, we are seeing people with criminal records being deported back to a country in which once they go there, they are going to be killed. That's like in the 90s, Kosovar refugees being sent back to Milosevic. That's exactly what it is. And so you have Chaldeans right now, lawyers, translators, coming together, filing paperwork, giving up their time, whether they're a Republican or a Democrat, to fight for one of their own. And so, again, they are very similar in the way they've done their business models. They have a chamber of commerce, they have a cultural center, they have organizations for networking, but they are years ahead of us. We started immigrating, some of us in the 20s, 30s, but most of us from our community in Michigan in the 70s. So we are still headed that way. But we need to have something in place so that model can be successful, instead of looking back saying what should have we done in the last 30 years. Do thotë nuk kemi nevojë që të mundohemi, nuk duhet të ekzistojë nevoja për të qenë të përkryer, mund t'i shfaqim edhe ato pikat e tona të dobta. Një tjetër rast do ta përmend, një tjetër lloj komuniteti që do ta përmend, që është në Michigan, është komuniteti i Kaldis, që janë do thotë një minoritet irakian katolik dhe që janë detyruar që të emigrojnë për shkak të ISIS-it, dhe tani ka më shumë Kaldis në Michigan se sa që ka në Irak. Por ajo çfarë po ndodh tash gjatë Trumpit është që ai po mundohet që t'i deportoj, që t'i kthej prap në Irak. Është njësoj sikur t'ishin kthyer kosovarët, shqiptarët do thotë gjatë luftës prap në Kosovë, që do të vriteshin. Tani do thotë nga komuniteti i Kaldizëve kemi përkthyes, kemi jurist, do thotë ata janë mbledhur së bashku, kanë krijuar një lloj ode të tyre ekonomike, kanë qendër kulturore, kanë organizata të tyre, gjë të cilën ne akoma nuk e kemi arritur si shqiptarë. Ne kemi filluar të emigrojmë në vitet e 70-ta, por jemi në atë drejtim, jemi në atë rrugë. Kjo do të thotë është një tjetër komunitet. Po, do të mundona pak, e di që nuk do të jemi suksesshëm këtë përgjigje, po halli është kështu. Kryesisht ndoshta ku mujt pak me pas se çka shqiptarët atje po bojnë, ndërsa aty s'ka mujt me bëni komparacion ndërmjet komuniteteve tjera dhe çka shqiptarët apo. Po unë edhe më herët që ju tregova edhe më herët atje kom qenë, halli është kështu. Shqiptarët kanë qenë para luftës, para luftës ka qenë një komunitet jashtëzakonisht aktiv. Çdo qytet ka pas klubet e tyve, informatat ju përcjell, organizimet e krejt të gjana, kanë ndodhur për klubet që kanë qenë më herët. Pri pas luftës, unë që ju tregova jo veç që një 7 vite, natyrisht ka, janë njerëzit aktive dhe krejt kështu, po intensiteti është në ramje, ka ra intensiteti, nuk është ai vullneti se çu ka qenë më herët. Më herët krejti kena pas një ideal, të shlirohemi një herë, atë edhe tani ta shohim se çfarë drejtimi po marrim. Si tash në kohën e fundit kanë fillu pa diskutim, kanë fillu do farxhana me organizu ashtu. Mirë po e presin edhe qysh edhe zotrina imi, pak më herët e përmeni që një support duhet me qenë edhe prej vetë shtetit, se solidariteti, do me thonë ma i mahershëm që ka qenë shpesh disa njerëz që të pandërgjetshëm kanë mendu që e kanë kesh përdor thjesht, e kanë kesh përdor solidaritetin, angazhimin e njerëzve të cilët atje kanë qenë. E halli është kështu. Unë po mendoj që e ka dhe anën pozitive, pa diskutim, e ka dhe anën pozitive, ky mos koordinim që tash është, një mos koordinim që është, e ka dhe anën pozitive shkaku që ka fillu shqiptari, ka fillu me kriju një identitet individual. Deri dje kena pas një çështje ku i kena ndjek, do me thonë se po, liria ka qenë ajo që gjithë shka kena qenë gjendje me bo, për me artë e të që e pikë. Po halli është që tash mas luftës,
shqiptarëve që kanë fillu një farë individualizmi me reflektu ashtu, po kjo nuk do me thonë që është negative. Nuk do me thonë që duhet në gjithë njësoj të mendomi, ose një pik të ndjekëm ashtu. Qëtër çdo shqiptar ka fillu mënyrën e vetë do me thonë të funksionojë. Edhe, ndoshta është edhe mirë kjo, ndoshta është edhe mirë, dhe se do me thonë që me na ka pa inercioni që ne duhet me qenë në zbashku, edhe paraj sa është pedi për neve kriju me këto gjane, jo, s'do me thonë bashkë ashtu, që thonë, ka lëp mi marë dhe vesh mi lansu ashtu. Halli është, po, unë e peshon një shqiptar që është tamanire, ka fillu me njeri me mendu me kryt vetë, nëse mu së më pëlqen diçka, mu kom pjesë e një diçkafi, nëse s'ma ke afru një program i cili mu mjosh, i cili mu do me thonë, thjesht dush me qenë pak më fascinuar. Shumë pozitive këto, jo negative. Nëse, pa diskutim, nëse koordinomi pak, me abo me kriju një infrastrukturë, diqysh që, jo, natyrisht që është shumë, po me shumë e mirë, po s'do me thonë që duhet me pa me sy negativ edhe nëse veç shqiptarët, po menoj kanë fillu me kriju personalitetin e vetë, identitetin e vetë edhe si cili po do me hetë që tash në vijat e veta, lirien e kemi, që tash do të migro punës edhe me punua, po. Unë ndoshta i kam dhe një 5 persona që po dojnë pyetje, që kanë pyetje, po ndoshta këtë pjesën na besësju e kisha ndërprej këtu për me hap një koktej rasti ku mujna me bashkëbisedu më ku shumë atë hapur. Po dhe njerë po du mi falimdru shumë që keni gjithë kohën marrë këtu, edhe për gjithë shikus që janë të përcjellë për mes kallzo.com, ju falimderit shumë, edhe po shpresoj që kjo është veç fillimi një rrugtimit për gjana ndryshme. Në këtë qytet duhet me ndodhë shumë ma shumë, duhet me pas shumë ma shumë për krahje, po ne po falimderoj rastin për krejt juve që keni ndihmu këtë organizim, mi ju falimderu. Këto takimet po mbështeten pe organizatës gjermane FES, po ashtu falimderoj teatrin e qytetit, drejtorinë për kulturin dhe sport që na ka ofru këtë hapësirë publike për me shfrytzu, po prapë është edhe një procedurë, domethënë kjo pjesë është kushdo mundet me arë me bu organizim, vetëm se duhet me dërgu një kërkesë. Po nuk janë gjithmonë detaje që dihen për publikun, kështu që ju tri që jeni këtu, që doni me vazhdu, me bashkëbisedu, jo vetëm lidhje me diasporën, po me për gjana tjera. Mundeni me shfrytzu këtë hapësirë. Pe këtij takimi do del një video që është në kallzo.com që ju ftoj me ndalë me njerëz tjerë që nuk janë kom prezent ose që nuk e kanë përcjell live, po ashtu Valon Zoza që është prezent do të thurë një editorial që do të kalojmë të gjithë ju. Nëse nuk jeni nënshkru, ju kisha kërku më nënshkru, se kjo është mënyra që mundem me ju lajmëru për të ardhmen, për takimet tjera. Atër betët kur gjithë tjetër, veç mi ju përshëndetëm, mi falimderu për zanës që jeni kaq të mirë.